Nën titull Një princeshë evropiane është shfaqur në Tiranë një film dokumentar për Donika Kastriotin, me skenar të Martin Cukallës dhe regji të artistit të merituar Ylli Pepo. Filmi ndjek jetën e pinjollës së Arianitëve, që u bë bashkëshortë e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nga Kanina në Krujë, filmi ndjek jetën e saj edhe drejt Italisë, së pari në Napoli, mandej në Valencia të Spanjës, ku ajo prehet, në varrezën e manastirit mbretëror të Trinisë së Shenjtë. Atje ende ruhet një steme Kastriotëve, disi e dëmtuar nga shekujt e luftrat. Pranë saj ruhet edhe një ikon që e shoqëroi në ikjen e madhe me pushtimin osman të Arbërisë pas Skënderbeun. Filmi i Ylli Pepos teksa shtjellon figurën madhështore të Andronika Kastriotit Arianitit, një princeshë shquar albinore në Evropën e shekullit të 15. Vë në dukje edhe hijen që ndjek bashkëshortet e njerëzve të famshëm, eklipsimi prej lavdis. Në gravurën e realizuar në vitin 1596 nga Johan Theodor de Bry shkruhet: "Aq e madhe është merita tënde që i dhe aq fam burrit tënd, ashtu si Deidamia i dha burrit të saj", duke krahasuar Donikën me Deidamian, bashkëshorti e Akilit të lashtësisë. Filmi synon të përforcojë faktin historik themelor se shteti i krijuar nga Skënderbeu është themeli i shtetësisë moderne të shqiptarëve, i përcaktuar qartësisht në rrugë dhe aleanca evropiane.